Pothuajse të gjithë të rinj që do të ndjekin shkollat e mesme profesionale do të mbështeten me bursa. Masa e bursës varion nga 7 deri në 10.000 lekë të reja, në varësi të degës së përzgjedhur, qytetit nga vjen dhe rezultateve në mësime gjatë vitit të parë të shkollës. Së pare njerë janë të gjithë ata që regjistrohen në shkollat profesionale, pra çfarë do lloj shkolle profesionale, por që vijnë nga zona të tilla si Verilindja dhe Juglindja e vendit. Target grupi tjetër i nxënësve janë ata që regjistrohen në degë të tilla prioritare për zhvillimin e ekonomisë së vendit, siç janë degë të teknologjisë informacionit, komunikimit, ndërtimit, bujqësi, veterinari dhe dega pyjore. Bursa përfitojnë dhe target grupe të tjera të cilat varen dhe me rezultatet e nxënësve. Për shembull, të gjitha ata njerëz që janë me të gjitha 10 në arsim profesional përfitojnë bursë, por dhe ata që në vitet pas vitit të parë, pra në vitet e tjera, kanë një mesatare mbi 8.5 dhe ata përfitojnë bursë. Ministria e Arsimit ka përzgjedhur këtë mënyrë për të nxitur pjesëmarrjen e të rinjve në arsimin profesional, ku megjithse vitin e fundit ka pësuar një rritje me 12%, niveli i nxënësve që regjistrohen në këtë shkolla mbetet i ulët, madje në degë të caktuara regjistrimet janë minimale. Aktualisht neve kemi një shifër 20% të nxënësve që mbarojnë shkollat 9-vjeçare dhe shkojnë në sistemin e arsimit profesional. Degët më preferuara që ndiqen dhe që ka një fluks të madh regjistrimesh janë teknologjia e informacionit dhe komunikimit që u hap pra si një degë e re, por dhe degë të tilla si hoteleri, turizmi preferohet, dega ekonomike e mesme preferohet, por edhe profesione të tilla të cilat kanë të bëjnë me shërbime si shërbime mjetesh transporti apo termohidraulike apo elektrike, pra zanate të cilat kanë gjetur veten le të themi në tregun e punës. Ne presim që të rritet numri i regjistrimeve dhe të kemi një krahasim me nxënësit që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale mbi 23%. Në 41 shkolla profesionale që gjenden në vendin tonë, zhvillojnë mësim rreth 20.000 nxënës, ndërkohë që numri të rinjve në përgjimnaze është 5 fish më i madh, rreth 110.000 nxënës.